Jemi nisë me shku në lokacionin për cilën e kemi përgatit planin operacional. Lokacioni thirret Dhanisht është në zonën e Jabllanicës. Pritet me hast në bimë të kultivuar bimë kanabisit. Jemi afër lokacionit ku janë plantacionet e bimëve narkotike të kultivume. Tash do të marrim masat e sigurisë në këtë lokacion dhe do t'i bëjmë veprime tjera lidhur me heqjen e evidentimin e tyre. Këtu kemi është parcela tjetër, ku secila parcelë, siç e cekëm edhe më herët, ka dikon prej 100 deri 105.000, secila jonë të mielin proporcion njëna me tjetrën, edhe secila parcelë e ka pjesën e cevës ujit, për ujitje, çka dëshmon se të kanë qenë punuar prej personave dyshim. Të marrim mosën nga parcela numër 7 me qëllim të ekzaminimit. Kemi përfundu vendin e ngjarjes në këto 7 parcela ku kemi bu heqjen e bimëve kultivuar të kanabisit. Janë evidentuar rreth 755 bimë, të cilat janë hequr, marrë mostrat edhe është bërë shkatrimi tyne. Gjithë veprimi që u bë sot në vend ngjarjes është bërë në koordinim me Prokurorinë Themelore Pej, me Prokurorin e Krimeve të Tronda, kështu që vazhdojnë hetimet lidhur me rastin.